Përshëndetje të nderuar shikues, jemi të kuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra kundër të tjera. Sot do të ndiqni. Prezantojnë rezultatet e fundit të gërmimeve arkeologjike në Antigonet të kryera nga misioni italo-shqiptar në drejtimin e Roberto Pernës dhe Sabina Veselit në bashkëpunim me DRTK Gjirokastër. Zbulimet tregojnë se qyteti ka një ekzistencë më të hershme se vitin 168 para Krishtit, duke hapur perspektiva të reja për studimin dhe menaxhimin e trashëgimisë kulturore. Në aktivitet u paraqiten gjithashtu gërmimet në Kalan e Gjirokastrës dhe studimin mbi urat historike të luginës së Drinos. Objektet e trashëgimisë kulturore dhe mbrojtja e tyre nga trafikimi i paligjshëm ishin në qendër të një tryeze të rrumbullakët ku aktor lokal dhe kombëtar shkëmbyen mendime mbi sfidat ekzistuese dhe përcaktuan rekomandime konkrete për forcimin e bashkëpunimit institucional. Aktiviteti u organizua me mbështetjen e Departamentit të Shtetit të SBA-s. Fermerët e Gjirokastrës po tregojnë interes të shtuar për aplikimin në skemat kombëtare të investimeve në bujqësi vetëm një javë para mbylljes së afatit. Kjo rritje e aplikimeve tregon angazhimin e tyre për të përfituar nga mundësitë e mbështetjes financiare dhe zhvillimit të prodhimeve bujqësore. Afati për aplikimet në skemat kombëtare të investimeve në bujqësi përfundon më 30 shtator. Me ekspozita, paradat kostumeve popullor, polifoni dhe shije tradicionale, erdhi këtë herë aktiviteti Identitetet që bashkojnë kohët, i cili riktheu magjinë e traditave të qytetit, duke i vënë ato në funksion të turizmit. Vizitorët u njohën me pasurinë kulturore dhe artistike të zonës, duke përjetuar një ditë plot ngjyra, muzikë dhe shije lokale. Për këto dhe të tjera informacione në ndiqni në vim, ju njohim tani më gjërësisht. Prezantohen rezultatet e fundit të gërmimeve arkeologjike në Antigonet të kryera nga misioni italo-shqiptar në drejtimin e Roberto Pernës dhe Sabina Veselit në bashkëpunim me DRTK Gjirokastër. Zbulimet tregojnë se qyteti ka një ekzistencë më të hershme se viti 168 para Krishtit, duke hapur perspektiva të reja për studimin dhe menaxhimin e trashëgimisë kulturore. Në aktivitet u paraqitën gjithashtu gërmimet në Kalan e Gjirokastrës dhe studimi mbi urat historike të luginës së Drinos. Në Gjirokastër u prezantuan rezultatet e fundit të gërmimeve arkeologjike në Parkun Arkeologjik të Antigones, të kryera gjatë vitit 2025 nga misioni italo-shqiptar, i udhëhequr nga Roberto Perna i Universitetit të Maceratës dhe Sabina Veseli e Jatës, në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër. Gjetjet e këtij sezoni nxjorën në pas struktura që sipas arkeologëve mund t'i paraprinë thellimit të qytetit, duke dëshmuar se Antigonea kishte një ekzistencë më të hershme se viti 168 para Krishtit. Ne kemi bërë këtë projekt për 5 vjet në Antigone, por është një projekt më i gjerë që filloi në vitin 2006 me shumë drejtorë shqiptar, qëllimi i të cilëve është të studiojnë historinë dhe evolucionin arkeologjik të luginës së Drinos. Duhet të përpiqemi ta kuptojmë se çfarë ndodhi para dhe çfarë ndodhi më pas. Dhe për ta bërë këtë, duhet të kuptojmë historinë e Antigones. Kështu që filluam një projekt që merret me njohjen e qytetit, monumenteve të tij, organizimin e tij urban, si dhe gjithçka që mund të vlerësohet nga një këndvështrim turistik. Sfida për të pasur turist, për të pasur një zhvillim, është i bësh ata të kuptojnë. Nuk mjafton të shkosh atje dhe t'i shohësh. Përveç Antigones u prezantuan edhe gërmimet e Ministrisë të Kulturës në Kalan e Gjirokastrës, si dhe studimi i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore mbi urat historike të luginës së Drinos. Rezultatet e gërmimeve kanë qenë shumë interesante. Kemi kryer gërmime në zonën e Agoras, ku kemi zbuluar struktura të cilat mund të jenë pak më të hershme ose mund të jenë të njëjtës kohë me Stoan, e cila është zbuluar vite përpara. Gjithashtu kemi kryer kërkime dhe në sektorin e banesave në Antigone, ku është zbuluar një banesë e tërë në të tërë arkitekturën e saj. Gjetjet janë shumë interesante. Variojnë nga ceramika, monedat, gjetjet prej gjetjet metalike. Arkeologët dhe kolegët tanë kanë arritur që të zbulojnë disa, le të themi, gjurmë të këtij vendbanimi që nuk njiheshin më përpara. Do të thotë disa faza të përdorimit të këtij qyteti përpara asaj që ne njohim nga burimet historike ose çfarë dinim deri tani. Megjithatë të dhënat që kolegët dhe arkeologët kanë identifikuar në këtë sit janë vërtet premtuese dhe jo thjesht për të gjetur dëshmi, le të themi, edhe shtresat të
përdorimit të saj historike, desha them, por mbi të gjitha për të identifikuar edhe ndoshta monumentet të cilat i përkasin fazave të mëhershme që ne njohim deri më sot për Antigonen. Rezultatet e reja të gërmimeve jo vetëm pasturojnë njohuritë mbi Antigonen, por forcojnë edhe bashkëpunimin ndërkombëtar për ruajtjen e trashëgimisë shqiptare. Objektet e trashëgimisë kulturore dhe mbrojtja e tyre nga trafikimi i paligjshëm ishin në qendër të një tryeze të rrumbullakët, ku aktor lokal dhe kombëtar shkëmbyen mendime mbi sfidat ekzistuese dhe përcaktuan rekomandime konkrete për forcimin e bashkëpunimit institucional. Aktiviteti u organizua me mbështetjen e Departamentit të Shtetit të SBA-s. Objektet e trashëgimisë kulturore shpesh kanë rënë prej trafikimit të paligjshëm. Sot në të gjithë vendin raportohet se më të rrezikuara janë objektet e kultit, por nuk mungojnë edhe ato të nëntokës. Drejtuesja e përgjithshme e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, Joli Mitrojorgji, bën me dije se për të parandaluar këto raste janë shtuar masat. Përballemi me sfida lidhur me tentativa për të çuar drejt çështjeve të trafikimit. Nga ana tjetër neve jemi shumë vigjilent në kuptimin që të gjitha informatat apo sinjalizimet që neve na vinë në bashkëpunim edhe me institucionet e tjera, neve i ndjekim, neve kemi bashkëpunime dhe komunikime të vazhdueshme me të gjitha këto institucione për të arritur, për të evituar dhe të parandaluar në çfarë do lloj momenti situata të ngjashme. Gjatë ditës së sotme në Gjirokastër është mbajtur takimi për ngritjen e kapaciteteve lokale dhe bashkëpunimin e strukturave ligzbatuese për luftimin e trafikimit të paligjshëm të këtyre objekteve. Do zhvilloj një ser aktivitetesh me qëllimin përfundimtar për të ngritur kapacitetet e ekspertëve që merren me fushën e trashëgimisë dhe të zbatimit të ligjit, po edhe rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit më të gjerë në lidhje me çështjet e trafikimit të jashtëligjshëm të pasurisë kulturore. Është një temë që na prek të gjithëve dhe është pjesë e misionit, po themi, të secilit prej këtyre institucioneve, qoftë ato që duan të ruajnë trashëgimin kulturor, hasin trafikimin e jashtëligjshëm si një pengesë, po ashtu edhe institucionet e zbatimit ligjit, pasi një aktivitet i tillë është sigurisht i jashtëligjshëm. Dhe për mëtej, në rrugët që trafikohen objektet e trashëgimisë kulturore, janë rrugë trafikimi pastaj për lëndë të jashtëligjshme, janë rrugë trafikimi për qeniet njerëzore, pra janë pjesë e një sistemi të tërë që nuk zhvillohet vetëm brenda Shqipërisë, po edhe përtej kufijve të jashtëligjshëm, të cilin ne do donim ta eliminonim normalisht. Ky projekt po mbështetet financiarisht nga Ambasada Amerikane për të ngritur kapacitetet e nevojshme për ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Shkolla Meleq Gosnishti në Përmet është riparuar tërësisht, duke u kthyer në një godinë moderne me laborator bashkohor, terene sportive dhe ambiente dinjitoze për mësimdhënie. Kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga shkolla e riparuar, duke theksuar përmirësimin e ndjeshëm të kushteve për nxënësit dhe mësuesit. Rama vuri në dukje se shkolla Meleq Gosnishti në Përmet tani më është godinë krejt e re, me laborator modern, terene sportive dhe kushte dinjitoze për të studiuar. Kjo shkollë është transformuar në një qendër komunitare që do të shërbej edhe për aktivitete jashtë orarit mësimor në një nga zonat më piktoreske të qytetit. Shkolla Meleq Gosnishti bën pjesë në grupin e 30 godinave arsimore, që janë ndërtuar nga e para ose janë riparuar dhe janë vënë në funksion këtë vit shkollor, duke u shtuar 450 shkollave dhe tereneve sportive të ndërtuara apo rehabilituara në 10 vjeçarin e fundit. Fermerët e Gjirokastrës po tregojnë interes të shtuar për aplikimin në skemat kombëtare të investimeve në bujqësi, vetëm javë para mbylljes së afatit. Kjo rritje aplikimeve tregon angazhimin e tyre për të përfituar nga mundësitë e mbështetjes financiare dhe zhvillimit të prodhimeve bujqësore. Afati për aplikimet në skemat kombëtare të investimeve në bujqësi përfundon në 30 shtator. Bashkim Lika, fermer nga fshati Beçisht i Tepelenës, ka vendosur të aplikojë këtë vit në skemën kombëtare të investimeve për bujqësi. Ai zotron rreth 1.5 hektar tokë bujqësore.
Për mbjellje, vaditje me pika dhe rrethim parcele. Sa hektar keni? Afërsisht 1.1 hektar. Para i kishim bërë blektori, mbillim jo tërshër, jo. Tani do t'i shmangemi blektoris dhe do merremi me kultivimin e ullirit. Kjo është mënyra që kemi një çik lehtësime në blerjen e materialeve, 50% i vendos shteti dhe 50% i vëmë ne. Unë realisht kam rreth 3 vjet që aplikoj për naftën, kurse për këto si vjet i vëm për herë të parë. Kjo duhet brenda 1-3 mujorshi, duhet të rifreskuar. Mirë, po ne si përballojmë dot, ajo 1 muaj kohë. Aplikojmë, na dalim me vonesë, deri tani ne s'e kemi marrë. Ndërkohë, në zyrat e drejtorisë së bujqësisë në Gjirokastër është vënë re një rritje e ndjeshme e interesit nga fermer për mbështetje në aplikime. Në të treja zyrat që kemi ne në Gjirokastër, Tepelen dhe Permet, kanë ardhur më shumë se 50 fermerë të cilët kanë marrë asistencë teknike. Pastaj një pjesë e fermerëve vinë 2-3 herë derisa plotësojnë dosjet. Ka mbetur më pak se një javë, kështu që ardhja e fermerëve është më e shpeshtë tani, pasi për probleme të vogla që vinë, ata që mund të kenë një mangësi ose një paqartësi për plotësimin e dosjeve, mund të kenë ardhur 2-3 edhe më shumë herë. Afati për aplikime në skemat kombëtare të investimeve në bujqësi përfundon me 30 shtator të këtij viti. Autoritetet i bëjnë thirrje fermerëve të përshpejtojnë procedurat për të mos humbur mundësitë e mbështetjes financiare. Vijoj me informacione nga Rendi. Specialistët e policisë së Gjirokastrës dhe komisariateve të saj referuan në prokurori disa procedime penale. Nëpërmjet një 49 vjeçar nga fshati Badlonj u procedua për transport të paligjshëm të lëndës drusore. Mjeti dhe drurët u sekuestruan. Një 15 vjeçare u dërguar në spital pasi dyshohet të ketë konsumuar medikamente por ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në Libohov, një 51 vjeçar u procedua për dhunë ndaj një banori tjetër për motive pronësie. Në Kërcyr, një mësues 49 vjeçar dyshohet se është konfliktuar me një nxënës brenda shkollës duke nisur procedim penal. Në Gjirokastër, një 64 vjeçar humbi kontrollin e motomjetit që drejtonte pa leje dhe u rrëzua. Ai po merr trajtim mjekësor dhe është jashtë rrezikut për jetën. Të gjitha materialet u kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Me ekspozita, paradat kostumeve popullore, polifoni dhe shije tradicionale, erdhi këtë herë aktiviteti Identitetet që bashkojnë kohët, i cili riktheu magjinë e traditave të qytetit të Gur duke i vënë ato në funksion të turizmit. Vizitorët u njohën me pasurinë kulturore dhe artistike të zonës, duke përjetuar një ditë të plot ngjyra, muzikë dhe shije lokale. Trashëgimia kulturore në qytetin e Gjirokastrës është shpalosur sot në një aktivitet kushtuar ditës së trashëgimisë kulturore kombëtare. Ekspozitë fotografike nga mjeshtri Stavri Çati me kostumet popullor të 8 zonave etnografike të Gjirokastrës, ekspozitë me materiale të riciklueshme, parade kostumeve popullor, polifoni, ishte gjithçka që gjallëroi pazarin e qytetit UNESCO-s në organizimin e titulluar Identitetet që bashkojnë kohët. Centra kulturore fëmijëve vazhdimisht ka promovuar ballën popullore dhe polifonin, të cilat janë një pjesë e pandashme e festave dhe gëzimeve tona. Të gjitha këto punime janë të bërë nga nxënësit. Ka të bëjë me qytetin e bukur të Gjirokastrës, të gjitha punimet janë të lezetshme. Për shembull, kemi që janë të punuara me dorë kalan, kemi shtëpi të punuara që janë të veçanta të qytetit të Gjirokastrës. Kemi sheshin e Çerçizit që është shumë e bukur dhe kanë bërë shumë të bukur nxënësit. Kam veshur kostumin popullor të Lunxherisë. Kostumi vajzave? Po. Nga si përbëhet ky kostum? Përbëhet nga këmisha, fundi e coha e Lunxherisë. Në këtë organizim të Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare, Bashkisë Gjirokastër dhe TIT Gjirokastra, s'mund të mungonin as gatimet tradicionale, që këtë herë erdhën të përgatitura nga kursi i kuzhinës në qendrën e formimit profesional. Ne si qendër e formimit profesional Gjirokastër bashkë me kursantët e kursit të kuzhinës që zhvillojnë aty në qendër, kemi bën gatimet më të preferuara ose më të tërhequra dhe nga turistët, kemi bën qifçit, kemi bën qoftet, byreqe dhe hasude.
Këto janë gatime që janë gatuar nga kursantët që ndjekin kursin në Qendrën e Formimin Profesional. Ne mund të themi që si këta kursantë që kanë gatuar sot, ne ju ofrojmë të gjithë të rinjve që të marrin pjesë në këto trajnime ose në kurse profesionale për të aftësuar dhe për të mësuar, për të bënë më të mirat në kulinarinë e kuzhinës. 29 shtatori kremtohet si dita kombëtare e trashëgimisë kulturore që prej vitit 2003. Në qendër të kësaj dite qëndron përkushtimi dhe sakrifica e të gjithë atyre që kanë kontribuar në formimin dhe studimin e kësaj trashëgimie, e po aq edhe vepra dhe jeta e atyre që janë sakrifikuar drejt për së drejti për të. Drejtoresha e Radio-Televizionit Shqiptar Eni Vasili dhe kryetari i Këshillit Drejtues të RTS-s Fation Hoxhalli kanë patur një takim me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Fokusi i diskutimit ishte rritja e standardeve të transmetimit të kampionatit, në mënyrë që emocionet e futbollit shqiptar të shijohen me cilësinë më të lartë në çdo shtëpi. Për të rritur cilësinë e transmetimit të ndeshjeve të futbollit të kampionateve shqiptare, drejtoresha e përgjithshme e Radio-Televizionit Shqiptar, Eni Vasili, dhe kryetari i Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit Shqiptar, Fation Hoxhalli, u takuan të mërkurën pasdite me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka. Fokusi i diskutimit gjatë këtij takimi ishte rritja e standardeve të transmetimit të kampionateve shqiptare të futbollit, në mënyrë që emocionet e këtij sporti aq të dashur për të gjithë, të shijohen me cilësinë më të lartë në çdo shtëpi. Siç dihet, Radio-Televizioni Shqiptar transmeton të gjitha ndeshjet e kampionatit të A-Biznes Superiores, takimet më të spikatura të kategorisë së parë, kampionatin e vajzave që nis këtë fundjavë me ndeshjen Lushnja Teuta, e cila luhet të shtunën në orën 13 dhe do të transmetohet në RTS Sport. Takimi mes drejtuesve më të lartë të dy institucioneve ishte i frytshëm, në funksion të partneritetit mes RTS-s dhe FSHF-s, në shërbim të rritjes së cilësisë së transmetimit të ndeshjeve të futbollit të kampionateve shqiptare. Kujtojmë se Radio-Televizioni Shqiptar ka ekskluzivitetin e transmetimit të kampionatit A-Biznes Superiore, kategorisë së parë, kampionatin e futbollit të vajzave edhe për sezonin e ardhshëm. Këtu përfunduam të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.